Përshëndetje Gardinja! Uhu! Shpërtheje Aisha! Morfi! Ne jemi Wingsup! Përshëndetje të gjithëve! Regjistrim! Ja ku po nisem! Wow! Në rregull! E ombël! Të lumtë Aisha! Shfaqi pak dashuri turmës, Flora! Në rregull! Njusa, ngrije me njëherë! Shpërthimi Sonic! Tregojni mamas, tregojni babaj! Tregojni të gjithëve që njihni! Grupi Wingsup në plazh nesër mbrëma! Transmetimi drejt për drejt! Tragoj zjarri! Shfaqje fantastike, vë pas që mund ta shihni të gjithë në Gardinja. Ja ku është Kiko, lën karrote. Po, faleminderit shumë për pritjen këtu, Rox. Do të jetë një mënyrë e shkëlqyeshme për të kaluar ditën time të fundit këtu. Ditën e fundit, çfarë? Unë hyra në Halfja. Roxy, kjo është fantastike! Nuk do t'ja kisha dalë pa ty, Blum. Ti isha aty për mua, tamam si një motër e madhe. Ke bërë rrugë të gjatë, Blum. Nuk mund ta kisha bërë pa ty, Daphne. Mendoj se mundesh, por unë gjithmonë do të përpiqem të ndihmoj. Do të doja shumë të bëja edhe unë diçka për ty. Motra ime e madhe. Oh, Daphne. Blum, Mirë jam. Le të marrim pak ajër. Çfarë ishte kjo? Diçka nuk shkon atje. Shiko! Tregon të kuqen. Ne po e shtojmë shumë të pajisje, shef. Duhet të bëjmë punën tonë. Nëse vazhdojmë kështu mund të ketë një derë. Kjo më përket mua. Ju thjesht bëni punën tuaj, ose thjesht do të gjeti kë që mundet. Nuk u zbuluan rrjedhje. E dini, ka mira platforma nafti që veprojnë në oqeanet e E po, tokës. të paktën ne mund të tregojmë vigjilent për këtë. Çfarë po ndodh me ty, Sky? Dhe çfarë ka në kuti? Është varsa e Heraklionit. Oh, një tjetër jingle mbretërore. Jo, është më shumë se kaq. Sa herë që një studimtar i Heraklionit ja paraqet varsën dashurisë së tij të vërtet, ata të dy kanë fat dhe lumturi për pjesën tjetër të jetës. Unë do ja Blumit. Ashtu? Ah, e kuptoj. Unë nuk dua ta humbas atë. Aishe, ke bërë një shfaqje mjaft të mirë. Po. Ashtu është. Zonjusha, erdhëm ne. Përshëndetje, Sky. Po pyesnim se ku ishit. E ke parë emisionin ton? Ke prer flokët. Po. E shoh që po shkon akoma te berberi mbretëror? Dhe çfarë do të thotë kjo? E po, ju e dini, kapelet janë në mod këtë vit. Hey, ju. Po të ngacmojnë. Unë mendoj se duket një mrekulli. Kjo është për ty. Oh, faleminderit. E mora këtë nga faqja jote. Dhe për princeshën Stella, diçka e veçantë.
Oh, sa bukur, faleminderit Brandon. Lën karrote! Lën karrote? Lën karrote! Më fal zemër. Ka qenë një verë mrekullueshme apo jo? Po e drejt, edhe më vjen keq që duhet shpenzoja kaq shumë kohë në Nuk ka Herakleon. problem. Në fund të fundit ti je princi kurorzuar. Babai im do të merret me gjëra derisa unë të kthehem në stërvitet e burimit kuq. Nuk ka më kuror princi për mua këtë vit. Hey, për çfarë doje të flisje me mua? Blum, e ke parasysh, unë doja... Hey Bloom, çfarë mendon për këtë? Wow! A është kjo për Blumin? Po, E di çfarë? ndoshta duhet të pres. Po, derisa të jeni vetëm ju të dy. Ku është Aisha? Oh, Nabu, më mungon shumë. Hey, ja tek është. Aisha, je mirë? Jam shumë mirë. Thjesht po pres që Tresa do të më telefonoj nga kurorëzimi. Është sot apo jo? Po, sot është dita e madhe. Tresa do më dërgojnë një video live dhe ne do të shohim gjithçka se çfarë do ndodh. Oh, kjo është Tresa. Unë e mbaj mend atë. Xhaxhai im, mbreti Neptun dhe halla ime, mbretëresha Ligea dhe binjakët, kushërinjtë e mi, Nereu dhe Tritani. Wow, ata janë të mrekullueshëm. O zot, sa të bukur. E po, të paktën ai. Nereu, i tëri. Dhe ëmbëlsire vërtet. Por Tritani, ai është pak psikopat. Xhaxhai im, Neptuni, do të zgjedhë një prej tyre për të qenë mbreti i ardhshëm. Mos na ka humbur ndonjë gjë? Qetësou Timi, nuk është se po kurorzohesh. Gjithsesi, duke qenë në kohën e dur. Kushëria Tresa? S'kemi Aisha. Hej djema, ceremonia do të filloj. Përshëndetje Aisha. Unë jam shumë emocionuar. Edhe unë Tresa, jemi të gjithë këtu. Hey, përshëndetje. Mirë se vini në dhomën e fronit të mbretit Neptun. Gjërat janë gati për të filluar. Jam e sigurt që mbreti Neptun do të zgjidhë Nereusin. Ai është aq e mirë dhe Tritani nuk është aq. Tritani nuk është, ato do të pendohen. Shumë madje. Baba, nuk pa gjej Tritanin asgjë kundi. Atëherë ne duhet vazhdojmë pa të. Por, baba... Ai e bëri zgjedhjen e tij, biri im. Dhe tani, me ose pa vllan tënd, do të filloj kurorëzimi. Qytetarë të oqeaneve të Androsit, miq, familje, ka ardhur koha që ju të përshëndesni mbretin tuaj të ardhshëm. Nga fuqitë e oqeanit të Androsit, nga fuqia e valve tona dhe nga forca e rrymave tona. Këtu vjen pjesa më e mirë. Të gjithë, përshëndesni Nereun. Biri, eja përpara. Unë të emëroj ty Nereu, princi i kurorës dhe mbreti i ardhshëm i oqeaneve të Androsit. Kujdes! Kush guxon të sulmoj mbretin? Çfarë po ndodh? Bëni kujdes! Çfarë po ndodh? Bëni kujdes! Bëni kujdes! Është Tresa. Tresa! Çfarë ndodhi? Çfarë po ndodh këtu? Au! O mos!
Të gjithë ruani shqetësim. Jo! Hajde! Vrasës! Roje! Ndalojeni! Traktar! Dresa, jo, ruaj e vëllan trond. Qëndroni të gjithë prapa! Nuk do ta lëndosh djalin tim. Djalin tënd! Tritan! Si ka mundsi? Edhe unë jam djali yt, por ti zgjodhe vëllain tim. Sepse ai do të jetë mbret më i mirë se ti, Tritan. Për këtë unë do t'ju shkatërroj të gjithëve. Pikërisht këtë prisja nga ti. Qojeni në burgun e Androsit. Mbylleni në një piruca aq të thellë sa të mos shpëtoj kurr. Çfarë po ndodh aty? Nuk e me sigur, duket se ku ka pasur në shqetësimi. E po, çfarëdo që të ndodh atje, jam e sigurt që mbretin e Neptun mund ta përballoj. Jepi pra Tresa, përgjigju. Hey, Bloom. Çfarë po ndodh? Çfarë ishte kjo? Dini prej andej, do plas! Kujdes! Mos u friksoni, shkoni në vendet tuaja. Bylle atë! E janë i djema! Po vjen nga atje! Nafta po derdhet në oqean. O jo, nafta! Ka këputje të shumta të tubacionit. Një sasi e madhe nafte derdhet në ujë dhe platforma po merr flak. Në rregull, Wings. Ne duhet të shpëtojmë punëtorët në platformë dhe të ndalojmë derdhjen. Flora, mund të shkosh ti? Po, Ne duhet të dalim atje. Ne do t'ju mbështesim. Bloom, duhet të fije dhe unë. Më fal, Roxy. Kam nevojë që të qëndrosh këtu. Të kujdesesh për njerëzit në plazh. Wings are chicken, believe it! Bloom, sana e flakës të dragoj! Aisha, zana e valve. Stella, zana e diellit që shkëlqen! Musa, zana e muzikës. Tekna, zana e teknologjisë! Flora, zana e natyrës. Ja ku është platforma? Ka shumë tyr. U po hy brenda. Armatura flakëruese. Në ndihmoni! Na ndihmoni! Gjeta punëtorët. Ne do të merremi me naftën. Ne do të vi me ty, Bloom. Jemi ne këtu, Wings. Në rregull, shkojmë. E po le të shkojmë. Tu, babi. Ne duhet të ndalojmë rrjedhjen e naftës. Shkojmë. Magjia e zjarri! Dikush të na ndihmojë, ju lutem. Stella, kam nevojë për ndihmën tënde. Në rregull.
Qëndroni të qetë, unë do të mbaj flakët pas. Eklipsi bëbish! Dito, se po bie! Sulm harmonik. Në nëzirë që këtu! Të kapa! Ojo, kujdes! Ditë zjarri! Shkojnë timi! Dim! Bahu, shoku! Prisni! Derdhja pushtohet! Super mbrojtje! Tani, shinapën! Goxha pun, Tekna. Forca shtrënguese. O jo! Pritë zjarri! Blum, shiko! Tim! Dikush të më ndihmoj edhe mua! Riven! Po nisëm! Të kapa! Fantastike! Flora, më thuaj që e ndalova. O mos, ende po rjedh në ujë. Vi aty, Flora, e kam unë frym në ujore. Krahët e mi! Me sa duket janë të gjithë. O, jo plotësisht, shikoni. Sky, krye punëtor. Dim! Ej! Eja! Mos më le këtu! Qetëso, shoku. Jo! Sky! Faleminderit. Po si të arrim dika ideale? Gjithçka varet nga Aisha tani. Rjedhja. Morphix! Do ta marron, Aisha. Tubat në ujë, po rjedhin. Duhet ta ndalojmë. Duhet të përmbajmë naftën dhe të pastrojmë ujin. Ne do të duhet të konvergojmë. Era pastruese, uji kristal, shpërthimi i gjelbër. Konvergjenca e ujit. Unë e bukur, Wings. Dhe kjo është e gjitha teknologjia e gjelbër. Një filtr natyral uji, mundësuar nga energjia diellore të erës. Por nuk i morëm të gjitha. Ka një shëllung nafte në ujë që përhapet në oqean. Por ne kemi bërë gjithçka që mundemi për momentin. Duhet i çojmë punëtorët në një vend të sigurt. Oh, Kiko.
Erdhëm sa po dëgjuam lajmet. Në përpoqëm shumë, por sërish nuk mjaftoi. Unë e humba. Nafta nga kjo derdhje mund të ndodhë mijëra kilometra oqean. Por tani magjia është kthyer në tokë dhe në oqeanet e saj. Pra ndotja dhe magjia mund të përzihen. Duket si të lashë madh. Mike, a mendon se vaj dhe derdhja do të largohen nga plazhi jonë? Mundet, zemër. Kam një ide. Pse të mos e bëjmë koncertin e nesër në përfitim për të ruajtur oqeanet e tokës dhe plazhet e Gardinjes? Po, kjo është ide e mrekullueshme. Futeni në qeli pranë atyre nga të arrestarëve nga Magic. Jo! Tritani apo jo? Ne kemi dëgjuar për ty. Ti e ai që u përpoq ti merrte titullin e princit të kurorës vllait të ti? Na pëlqen tashmë. Kush jeni ju? Më tregoni. Ne jemi Trix. Në burgun e Androsit, Tritani thith ndotjen toksike dhe bëhet një përbindësh i tmerrshëm. Me Trixat, ai shkon në tokë për të gjetur më shumë ndotje dhe për të bërë edhe më i fuqishëm. A do të kenë sukses Wings të prishin planin e tij?